Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesën e deputetes Belinda Balluku për shuarjen e masës së sigurisë pezullim nga detyra, duke vendosur që masa të mbetet në fuqi edhe pse ajo nuk mban më funksione në qeveri. Vendimi është marrë nga gjyqtari Erion Çela, i cili më herët kishte firmosur masat e sigurisë edhe ndaj dy ish-vartësve të Ballukut, Eral Telezi dhe Gentia Ngjyli. Këto masa u vendosën në kuadër të hetimeve që lidhen me çështjen për cilët po zhvillohet procesi gjyqësor. Deputetja Balluku kishte paraqitur kërkesë në gjykatë për heqjen e masës së pezullimit nga detyra, duke argumentuar se ajo nuk mban më funksionet e mëparshme në ekzekutiv dhe se masa sipas saj kishte humbur objektivin e saj. Masa e sigurisë pezullim nga detyra ndaj Ballukut ishte vendosur nga GJKK-ja me 19 nëntor, në kohën kur ajo mban te postin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Vendimi u la më pas në fuqi edhe nga gjykata e posaçme e apelit. Ndërkohë, në 26 shkurt kryeministri Edi Rama njoftoi shkarkimin e Ballukut nga detyra qeveritare. Pavarësisht këtij zhvillimi, gjykata vendosi që masa e pezullimit të mbetet në fuqi në kuadër të procedurave dhe hetimeve që vijojnë ndaj saj.